Janë bërë tashmë më shumë se 3 muaj që kur qytetarët e Kosovës janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur legjislaturën e 9 të vendit. Agjenda e seancës konstituive është bllokuar në pikën e 3. Edhe sot si në herët e tjera paraprake nuk pati konstituim të kuvendit. Kjo pasi deputetët opozitar nuk po pranojnë formimin e një komisioni të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe njëherë kryetari i lëvizjes vetëvendosje edhe njëherë ka bërë të ditur se kandidatura e Haxhiut për kryeparlamentare nuk do të tërhiqet. E një orë para fillimit të seancës së dështuar, shoqëria civile ka protestuar në shenjë pakënaqësie për ngërçin politik përmes një aktiviteti simbolik. Ata dërguan mesazhe të ndryshme te deputetët e zgjedhur në zgjedhjet e 9 shkurtit. Politikanëve ju kanë dalë ora. Mandati është përgjegjësi, jo privilegj. Loja juaj, pasoja tona. Çdo vonesë ka kosto. Deri kur? Ishin disa nga shkrimet e vendosura në 120 karriget para kuvendit, si një mesazh i drejt për secilin deputet. Seanca e radhës do të vazhdojë më 29 maj. Ndërpritet seanca më 29 maj, shihemi në orën 11 sërish.